Zgjidhni një mollë dhe zbuloni një sekret për veten. Veçantia e këtij testi personaliteti është fakti që cila do qoftë zgjidhja juaj, aty do të jetë gjithmonë diçka me cilën duhet të identifikoheni. Shumë shpesh në të vërtetë gjithçka që na duhet është na thuhet sa të fortë, trima dhe të çmuar jeni. Ne kemi nevojë për gjithë këtë për t'i kujtuar vetes se jemi në gjendje të përballemi me ndonjë fatkeqësi. Zgjidhni një mollë dhe zbuloni më shumë rreth vetes. Ktu është një lloj veçantë testit i personalitetit që do t'ju japë përgjigjen që kërkoni. Molla 1. Është një mollë e thjeshtë, por shumë e fortë ashtu si ju. Ju jeni një person i ndershëm dhe gjithmonë thoni atë që mendoni, sepse keni bindjen se kjo është e drejtë. Ju jeni shumë të sinqertë dhe nuk dëshironi të hiqeni si dikush që nuk jeni. Çelësi i lumturisë tuaj është që të mos shqetësoheni shumë për gjithçka. Molla 2. Nëse keni zgjedhur këtë mollë, kjo do të thotë se ju jeni një person i thjeshtë dhe aktiv. Nuk ju pëlqen jeta monotone dhe aspirata juaj më e madhe është jetoni aventura të shumta. Çdo herë në një kohë ju përfundoni me mosbindje ndaj rregullave sociale sepse doni të eksperimentoni me gjëra të reja. Molla juaj ideale është ajo e mbuluar me karamel për ta bërë jetën më të ëmbël. Molla 3. Këtu është molla e përsosur për të bërë një tortë të shijshme. Ju nuk e besoni, por në realitet njerëzit rreth jush mendojnë se jeni shumë interesant. Personaliteti juaj karakterizohet nga shumë optimizëm. Jeni një person karizmatik që gjithmonë arrini të rrethoheni rreth vetes me shumë njerëz. Molla 4. Sipas këtij testi ju jeni një person i thjeshtë që dini t'i merrni gjërat shumë lehtë. Emocionet dhe veprimet tuaja janë të balancuara fuqishëm, edhe pse shumë shpesh ju jetoni dhe tentoni të jeni të turpshëm dhe të rezervuar. Nuk është e lehtë për ju të tregoni unin tuaj të vërtet përpara të tjerëve. Ju preferoni të dëgjoni atë që thonë të tjerët para se të flisni. Ju jeni një person i besueshëm dhe njerëzit rreth jush e njohin atë. Molla 5. Ju jeni një person që jeton jetën e tij në maksimum në çdo kohë. Ju nuk keni nevojë për aventura të mëdha sepse çdo ditë është plot kujtime të paharrueshme dhe të rëndësishme. Ndjenjat tuaja janë shumë të mira dhe ju pëlqeni të shihoni, dëgjoni, vëzhgoni dhe prekni gjithçka rreth jush. Nuk ka rutinë për ju, sepse çdo aktivitet kthehet në një val të qeshurash dhe argëtimi. Molla 6. Molla e fundit thonë se ju jeni një person shumë inteligjent dhe me një mendje të guximshme. Ju dini se si të reagoni menjëherë për problemet e jetës, sepse keni mira ide për minutë. Le të themi se nuk jeni personi margëtues që ky planet ka njohur ndonjëherë, por ju dini si të zhvilloni një bisedë me njerëzit e tjerë. Virtyti juaj më i madh është inteligjenca dhe ju dini si ta përdorni kur është e nevojshme. Gjëja e bukur është se njerëzit rreth jush ju konsiderojnë të lumtur dhe qesharak edhe nëse duket se nuk jeni.